Përshëndetje të dashur miq. Kjo video dedikohet konceptit të lirisë. Çfarë është liria? Përse njerëzit e ndjejnë që nuk janë të lirë? Edhe pse mund të kenë liri financiare apo gjendje të mirë ekonomike, ata ndihen si të burgosur. Mund të ndihesh si i burgosur. Gjendja emocionale ndihet ndonjëherë e burgosur. Nëse nuk jemi të lirë, si ta fitojmë lirinë? Çfarë është liria? Si ta kuptojmë më qartë? Sokrati besonte se liria e vërtet vjen përmes njohjes së vetes dhe virtytit. Një njeri që kontrollohet nga impulset, zemërimi ose lakmia nuk është vërtet i lirë, edhe nëse duket i pavarur nga përjashta. Thënia e Sokratit e famshme ishte: "Njih vetveten." Liria, thonte ai, fillon kur njeriu bëhet i vetëdijshëm për ignorancën, për pavetëdijen e tij dhe mëson si të jetojë me urtësi. Platoni mendonte se shumica e njerëzve janë të burgosur në iluzion, si në alegorinë e shpellës. Për Platonin, liria është çlirimi nga ignoranca dhe pamjet e rreme. Shpirti bëhet i lirë duke kthyer drejtës së vërtetës, dijes më të lartë dhe harmonisë. Aristoteli e lidhte lirinë me jetesën racionale dhe ekuilibrin. Një njeri i lirë është ai që zhvillon karakterin, kontrollon dëshirat me mençuri, jeton sipas virtytit dhe qëllimit. Liria nuk është të bësh çfarë të duash, por të zotërosh vetveten. Shkencëtarët kuantik zakonisht e përkufizojnë lirinë duke parë atë më shumë në lidhje me natyrën e realitetit, zgjedhjen, probabilitetin, vetëdijen dhe pyetjen nëse universi është plotësisht i paracaktuar apo jo. Në fizikën klasike të Isaac Newtonit, universi shihet si një makinë gjigande ku çdo gjë ishte e paracaktuar nga shkaku dhe pasoja. Në këtë model të tij, liria e vërtet pothuajse nuk ekziston. Me fizikën kuantike të shekullit 20, gjërat ndryshuan. Niels Bohr dhe Werner Heisenberg treguan se në nivelin më të vogël, grimcat nuk sillen në mënyrë plotësisht të parashikueshme. Realiteti funksionon me probabilitete. Po të shkojmë pak më në kohët më të lashta. Në budizëm, liria lidhet me konceptin e nirvanës. Tek Vedat, koncepti moksha, pra liria në kuptimin e daljes nga cikli i vdekjeve, i lindjeve, nga cikli i vuajtjeve. Në gnosticizëm, liria shihet si çlirim nga iluzioni. Ç'është liria e vërtet? Le të shkojmë pak te guru mjeshtri vedik, Prashant Trivedi, që është guru im dhe njëkohësisht e studentave lotososhëm të mi. Liria e vetme që çdo njeri ka, gjithmonë është liria e veprimit, thot ai. Zgjedhja e veprimeve që do të ndërmarr. Ti ke një trup dhe ajo që do të bësh me trupin tënd, veprimet që ti bën me trupin tënd, aktivitetet që ti bën me trupin tënd, është liria jote e vërtet, e vetme. Disa njerëz e mendojnë këtë botë si një burg të jashtëm, por kafazi i vërtet është ngjecja jote në ciklin e jetës dhe vdekjes. Ai është burgu. Edhe nëse largohesh nga ky trup në momentin e vdekjes, më pas do të rikthesh përsëri në një trup tjetër. Pra ky cikël i përsëritur është kafazi dhe kurthi i vërtet, si dhe pamundësia për të shpëtuar këtij realiteti të veçantë, ngjecjes në botën e Matrixit. Rruga për të dalë është të përdorësh me mençuri këtë lirinë tënde që ke, këtë vullnetin tënd të lirë, sepse ti ke një vullnet të lirë që ta ka dhënë hynia. Lirinë për të zgjedhur veprimet e tua. Aty ku ti e vendos vëmendjen çfarë veprimesh bën me trupin, atëherë këto janë të dy forma veprimi. Pra liria në thelb është liri e veprimit. Në art, artistët e shohin lirinë si aftësinë për të krijuar, për të shprehur të vërtetën e brendshme, për të thyer kufijt e zakonshëm. Në teknologji dhe inteligjencë artificiale, pyetjet moderne në lidhje me lirinë janë: a mund të jetë një AI, inteligjencë artificiale e lirë? A mundet një makinë të ketë vullnet të lirë?
Çfarë ndodh kur algoritmit fillojnë të ndikojnë zgjedhjet njerëzore? Sot shumë mendojnë se rrjetet sociale, algoritmet, reklamat, manipulimi digital mund të kufizojnë lirinë mendore, duke ndikuar mendimet dhe dëshirat. Stoikët besonin se ngjarjet e jashtme janë kryesisht jashtë kontrollit tonë. Liria e vërtet është liria e brendshme, liria nga skllavëria emocionale, liria nga trazimi prej fatit. Ti je i lirë kur asgjë jashtme nuk kontrollon gjendjen tënde të brendshme. Jean-Paul Sartre besonte se njerëzit janë të dënuar të jenë të lirë, që do të thotë, ne gjithmonë zgjedhim, edhe refuzimi për të zgjedhur është zgjedhje. Prandaj jemi përgjegjës për jetën tonë. Liria mund të ndihet e rëndë sepse përgjegjësia sjell ankth. Guru avatar Prashant Trivedi shkruan tek libri i tij në shqip Eposi i Pitit, në faqen 36 se të qenurit i lirë nuk ka lidhje fare me bërjen e çfarëdo gjëje që pëlqen, ose me të paturit e gjithë parave në botë. Free në anglisht do të thotë fee, ri, pra rrotullimi faj, fee, numrit i Fibonacci-t, me shpejtësi më të lartë se ajo e dritës, e cila të jep një aftësi për të ndëruar dimensionet. Në terma të thjesht është aftësia për të çuar shpirtin drejt mbretërive më të larta pas vdekjes. Liria e vërtet gjithmonë ka qenë çlirimi nga dhimbja, tortura e mbretërive më të ulta dhe cikleve të lindjes dhe vdekjes në tokë. Liri e plot do të thotë ngritje për në mbretërinë më të lartë të hyjnisë. Nietzsche e shihte lirinë si kapërcim të mentalitetit të turmës dhe si proces për të bërë ai që në të vërtet je. Një individ i lirë krijon vlerat e veta, e transformon vuajtjen në forcë. Liria kërkon guxim dhe kapërcim të vetvetes, thot Nietzsche. Por Karl Marxi fokusohej te liria shoqërore. Ai besonte se njerëzit nuk janë vërtet të lirë kur janë të bllokuar nga shfrytëzimi, sistemet shtypse ekonomike, puna që i largon nga natyra e tyre. Për të, liria përfshin edhe kushtet materiale dhe shoqërore, jo vetëm vetëdijen e brendshme. Në biologji, liria shpesh shihet si aftësia për të mbijetuar, përshtatja, autonomia e organizmit. Një organizëm i lirë është ai që mund të lëvizë, të ushqehet, të mbrohet, të riprodhohet. Neuroshkenca pyet, a ekziston vërtet vullneti i lirë? Disa eksperimente tregojnë se truri mund të marrë vendime disa milisekonda para se njeriu të bëhet i vetëdijshëm për to. Disa eksperimente tregojnë se truri mund të marrë vendime disa milisekonda. Kjo krijon pyetje të mëdha. A e zgjedhim ne apo vetëdia vetëm vëren zgjedhjen pasi ndodh? Një përgjigje të kësaj pyetje do të na japi Guru Prashant Trivedi përsëri tek Eposit i Pitit. Libri i tij, Guru Piti shkruan tek Misteri i punës. Nga shumë keqkuptime kryesore midis njerëzve të këtij planeti, ndër të tjera, është se dikush do të ishte i lirë vetëm nëse do t'i duhej të punonte. Megjithatë, e vërteta është se për sa kohë dikush merr frym, atij do t'i duhet të merret me diçka. Është në natyrën e çdo krijese, edhe nëse ai nuk i lëviz trupin, mendja do t'i ende gjetiu. Herët avon do të lëviz trupin për t'i shuar ato dëshira. Njerëzit gjithmonë do të duhet të punojnë. Çelësi është për kë do të punojnë ata? Për ambicjet e veta apo vullnetin hynor? Njerëzit gjithashtu synojnë të lidhin lirinë, thjesht me lirinë financiare. Atyre i duhet vetëm të shikojnë njerëzit që kanë para të mjaftueshme për të mos punuar kurrë. A janë ata të lumtur? Ata janë të mërzitur dhe të neveritur. Në Kuran, nocioni i lirisë lidhet kryesisht me zgjedhjen morale, përgjegjësinë, nënshtrimin ndaj Zotit dhe çlirimin nga padrejtësia, egoja dhe idhujtaria. Koncepti nuk paraqitet zakonisht si liri absolute për të bërë çdo gjë, por si aftësia e njeriut për të zgjedhur rrugën e drejtë, ose të gabuar dhe për të mbajtur përgjegjësi për zgjedhjet e veta. Në Islam ekziston ideja se njeriu nuk duhet të bëhet rob i pasurisë, egos, dëshirave, pushtetit apo njerëzve të tjerë.
Liria e vërtet shihet si të jesh rob vetëm i Zotit dhe jo i forcave të tjera. Kjo ide është shumë e fortë në mistikën islame në sufizëm. Në traditat sufiste, egoja, nafs, shihet si burg, dhe njeriu duhet të pastrojë vetveten për të arritur afërsi me hyjnoren. Freudi mendonte se shumica e njerëzve nuk janë aq të lirë sa mendojnë. Sjellja njerëzore drejtohet nga dëshira të pavetëdijshme, trauma, impulse të fshehura, pra njeriu mund të mendojë se po zgjedh lirshëm, por në fakt drejtohet nga forca të pavetëdijshme. Ndërsa Carl Jungu e shikonte lirinë si proces të integrimit të vetes. Një njeri bëhet më i lirë kur njeh hijen e vet, thoshte ai, kupton arkeotipat, bashkon pjesët e shpërndara të psiqikës. Profesori im Petrozhei shpesh herë përmend në librat e tij thënien e Krishtit në Bibël, që thotë: "Do të njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë juve të lirë." E vërteta në algoritmin simbolik përfaqësohet nga simboli i rrethit të plot. Liria do të thotë minus nyje, minus burg, liri. Në Bibël thuhet gjithashtu: atje ku është fryma e Perëndisë, rrethi plot, është edhe liria. Pra sipas algoritmit të tij simbolik, kemi ekuacionin simbolik, rrethi plot është ekuivalent me minus nyje. Kujtojmë aforizmën e profesor Petrozheit, i zgjedhuri, i zgjidhuri. Dhe po të rikthehemi diturisë vedike të mjeshtrit Guru Prashant Trivedi, liria e veprimit është liria kryesore. Liria për të zgjedhur veprimet e tua. Pikërisht tani ti je këtu. Dhe pas këtij momenti, çfarëdo që dëshiron të bësh me trupin tënd, mund ta bësh. Kjo është liria jote. Ajo që zgjedh të bësh me trupin tënd është zgjedhja jote. Dhe kjo është liria që çdo qenie njerëzore në këtë plan ekzistence ka. Duhet ta përdorësh këtë liri, thot Guru Piti, me mençuri, në mënyrë që të fitosh një liri më të madhe përkthej këtij plani të ekzistencës. Kjo është arsyeja pse vetmja liri e vërtet është liria e veprimit. Vetë rrethanat janë kafazi. Situata jote, ambienti yt, ky realitet është kafazi. Po brenda atij kafazit të rrethanave, ti je ende i lirë të zgjedhësh veprimet e tua. Kjo është liria vetme që një njeri ka këtu. Nëse dëshironi të mësoni më shumë për lirinë dhe për koncepte të tjera jetësore, ejani tek seancat e mia lotososhëm, pra së bashku me mua Afrodita Zajan. Mirë se vini.